Mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Ky është horoskopi i diel 16 mars 2025. Dashi. Bëni kujdes nga ato që ju thot një mik, mund të jenë informacione interesante. Përmirësoni dashurinë, drita jeshile për kontaktet dhe udhëtimet. Emocionet në ajër. Demi. Momenti i mendimeve të dyta të vogla ose të mëdha. Iftet e formuara ose bashkëjetesa së fundmi janë më shumë të përkushtuar për të organizuar se sa ta duani njëri tjetrin dhe marrëdhëniet në krizë nuk rikuperohen lehtësisht ose në kohë më të mira. Binjakët. Horoskopi i ri më këmbjes, kjo vlen edhe për dashurinë. Kupa që ju pret ju meriton përpjekjen për ta pushtuar atë. Gaforja. Ditë vërtet e rëndësishme. Nëse ka pasur një çështje të pasgjitur ligjore, ndonjë problem në të kaluarën, mund të rikuperohet. Luani. Askush nuk ju pengon në këtë ditë. Udhëtime me fat, misi që mund të kthehet në diçka më shumë. Virgjeresha. Është një ditë që mund të lërë diçka për të dëshiruar, por vetëm për shqetësimin e dobët që ndjeni brenda jush. Ju duhet të përpiqeni të zgjeroni rrethin tuaj të njohurve dhe të mos tërhiqeni në këndin tuaj në shoqërinë e njerëzve të shqetësuar. Peshorja. Shumë shqetësime, nervozizëm, dikush nuk ka qenë në marrëveshje ose ju duhet të thërrisni disa njerëz për të porositur. Më mirë të shtyni deri nesër situatat që mund të bëhen komprometuese. Akrepi. Ju dëshironi të kaloni ca kohë me njerëzit që i doni më shumë. Diskutimet duhet të shmangen, veçanërisht në familje dhe me njerëz që nuk janë në anën tuaj. Shigjetari. Dashuria sjell lajme, ju jeni në gjendje shërimi. Mund të konsiderohet një periudhë bujare nëse optimizmi përparon. Britsjapi. Rritni vrrullin e pasionit, sot keni një energji të mirë. Një mik mund t'ju bëjë një propozim, një udhëtim në destinacione të largëta. Ujori. Ju mund të jeni në gjendje të bëni marrëveshje dhe aleanca. Në dashuri dikush do t'ju kërkoj. Peshqit. Dituria bëhet e rëndësishme, misit dhe situatat që lindin tani vlen shumë. Në mosmarrëveshje do të bëni rrugën ngadalë dhe pa bërë shumë zhurmë, dhe ju do të fitoni gjithçka. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.